Gazetari Ertan Hoxha tregon mundësitë e arrestimit të sekretarit përgjithshëm në kryeministri Ngjella Gaçi. Ai u përfol se kishte ikur jashtë vendit, por kryeministri tha se ka qenë për arsye shëndetësore. Ertan Hoxha thotë se nëse bia Gaçi merr me vete edhe Ramën. Ditën që do preket Ngjella Gaçi duhet të ketë bërë gati jo vetëm valixhet, por të ketë ikur nga Shqipëria. Çdo gjë që është bërë ka kaluar nga duart e Gaçit. Është ai që ja çonte në tepsi Ramës dhe i thoshte duhet bërë kjo dhe jo ajo. Prandaj e shoh të largët ditën që Gaçi do të jetë në dispozicion të spakut. Rama duhet bëj derman me ato që ka bërë dhe do të shmang ditën e gjykimit të tij, thot ai. Gazetari Hoxha thotë se qeveria aktuale ka dyfishuar administratën. Kjo sipas tij është bërë me qëllim përdorjen e tyre si makineri elektorale në zgjedhje. Nga ana tjetër, gazetari thekson se qeveria Rama ka prodhuar dhe prodhon skandale në çdo ditë të vitit. Kur Rama erdhi në pushtet, në Shqipëri kishte banda. Sot janë organizata kriminale. Është niveli më i lartë i krimit të organizuar në botë, thot Hoxha. Edi Rama ka luksin duke qenë se sot është kryeministër prej 12 vitesh, duke qenë se sot ka një buxhet 2 herë më të madh. Kur Edi Rama erdhi kryeministër, sot është 8.2 miliard buxheti i Shqipërisë, gjë që do të thotë se ai ka mundësinë të ketë resurse shumë të mëdha financiare njerëzore. Ndërkohë që një nga arritjet më të mëdha të kësaj qeverie trumbetohet qeverisja digjitale, administrata është dyfishuar në krahasim me çfarë ka qenë, por mos thënë që ka shkuar edhe më tej, gjë që unë se kuptoj. Nëse ti bën shërbimet digjitale, pse i mban ata aty? Pse është dyfishuar administrata? Është dyfishuar vetëm e vetëm për t'i përdorur si makineri elektorale. Pra Edi Rama e fillon ndeshjen duke zgjedhur edhe fushën ku do të luajë. Do të jetë bar sintetik apo do të jetë bar natyral? Zgjedh edhe arbitrin dhe larg qoftë të ketë zgjedhur edhe varin. Nuk është ndonjë çudi që ai ta ketë edhe varin me vete. Edi Rama sot nuk është njësoj si në 2017-ën as si në 2021-shin. Është e vërtet që kjo është një qeveri që ka prodhuar dhe prodhon skandale çdo ditë të vitit dhe prapë është në këmbë. Por nga ana tjetër ai ka libruar një industri të tillë, një makineri elektorale e cila është e aftë të bëjë çdo surprizë. Edi Rama ka përdorur lidhjet në botën e nëndeshme në zgjedhjet e 2013-s dhe të 2017-s, edhe pse kishte bërë marrëveshje atko me zotin Kur Rama erdhi në pushtet në Shqipëri kishte banda, sot janë organizata kriminale. Është niveli më i lartë i krimit të organizuar në botë.